Unë kam thënë edhe më parë që ka një lloj fushate të nisur nëpërmjet elementeve të PDK-s në LDK, siç është Parti Rama, për ta kërcënuar dhe friksuar leadershipin aktual të LDK-s dhe për ta larguar nga çfarë do bashkëpunimi eventual me vendosjen në raport me çështjen e zgjedhjes së presidentit të Republikës dhe të tejkalimit të këtyre krizave të vazhdueshme. Domthonë, intensifikimi i gjuhës së fundit është rrjedhoi do të thoya në drejt për drejt të situatës aktuale politike. Dhe në statusin e fjalë nuk kam bërë asgjë tjetër përveç se kam parafrazuar vetë kryetarin e LDK-s, i cili mbrëm në një intervistë tha që qeverisja ose qeveria në Prishtinë nuk është e LDK-s. Me 8 drejtori për PDK-n e 3 drejtori për LDK-n, tha nuk mund të jetë qeverisja e LDK-s. Sikurse që tha që ka një lloj tendence që ta shkrinë LDK-n në PDK. Do të thonë, unë besoj që kjo është përplasje e tyre brendshme, por që përdoren figura të caktuara tjera të partive tjera për të çuar mesazhe dhe për të goditur rivalet e tyre të brendshëm. Edhe mbi gjitha është parafrazim i asaj çfarë ka thënë zoti Avdi Gjiku, që qeverisja në Prishtinë nuk është e LDK-s, por është e PDK-s. Dhe po, për Parti Rama i ka hapur dyert e komunës së Prishtinës për PDK-n. Sot duket që PDK e kontrollon komunën e Prishtinës, sikurse që e kontrollon edhe zotin Rama. Jo, unë thash që është fushatë nisur nga PDK, nga elementet e PDK-s në LDK, siç është për Parti Rama, për të goditur leadershipin e LDK-s, zotin Avdi Gjiku. Ata nuk po bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë, po bëjnë në mënyrë të tërthartë. Pse nëpërmjet Jona Mihani? Po pikërisht po bëjnë në mënyrë të tërthartë. Domethënë po kërcënojnë, po friksojnë, po e godasin. Edhe ai e tha edhe vetë në pranë, domethënë, që kjo është një betejë që i shërben PDK-s. Kjo është një betejë për Partin Ramës që i shërben PDK-s dhe që është në funksion të rritjes së barrierave për të bashkëpunuar eventualisht në mes të VBZ dhe LDK-s për ta tejkaluar çështjen e presidentit. Domethënë, duket që PDK insiston në bllokadat e kaluara, Rama po i bën argat kësaj qasje dhe po do ta mbajë LDK-n në të njëjtin plan që ishte edhe vitin e kaluar, edhe muajt e kaluar të këtij viti e në këtë bllokadën 18 muajshe, që po humb Kosova pas një dyshim, po humbin qytetarët e Kosovës, sepse bllokada si qasje nuk është zgjidhje dhe sidomos jo për procese siç është zgjedhja e presidentit të Republikës, që është për te një partie politike. Domethënë zgjedhjet janë mbajtur për kuvend, për qeveri. Dhe Lëvizja Vendosur ka fituar zgjedhjet, sikurse që ka fituar edhe me 23 dhjetor, sikurse që ka fituar edhe me 9 shkurt të vitit kaluar. Domethënë ne po bëjmë 3 palë zgjedhje dhe nuk po vërejmë reflektim të opozitës, ose më saktë po vërejmë një reflektim kritikisht simbolik gradual, por që jo mjaftueshëm për ta tejkaluar këtë çështjen e zgjedhjes së presidentit të Republikës.